Dakor, kjo doli si rjedhoj e logjikës së bisedës, por për balotazhin do t'ju bëj pyetjen e fundit, por do të kthehem tek dita e djeshme që ishte edhe 5 vjetori i shkuarjes në Haag, ish drejtuesve të ushtrisë qërimtare të Kosovës, Albin Kurti, kryetari vetëvendosjes, njëherë kryeministër në detyrë i Kosovës, pati një reagim të gjatë dje në rrjetet sociale, madje publikoi edhe një letër që i ka dërguar vite më parë zonjës Triandafilova, dhe ai nuk e kishte bërë publike apo jo. Pse zgjodhi ta bëj dje publike Albin Kurti këtë letër për të kërkuar lirimin e ish drejtuesve të UÇK, zonja Xhiu? Së pari, unë besoj që ju e dini që lëvizja vetëvendosje ka qenë kundër gjykatës speciale, por nuk do të kthehem në atë periudhë. Por gjatë kësaj kohe, ne jemi akuzuar në vazhdimsi që nuk kemi bërë asgjë në raport me personat që mbahen padrejtësisht në Haag. Dhe në këtë drejtim, ne kemi pasur, unë personalisht kam pasur disa takime me kryetarën e dhomave të specializuara. Në secilin takim që unë kam pasur, kemi shprehur shqetësimet tona si qeveri në raport me trajtimin e tyre, në raport me stërzgjatjen e procedurave, apo shkelje që lidhen pra me të drejtat e tyre. Po ashtu, siç ju referuat, kryeministri në shtator pra të vitit 2022, pra në ditën ndërkombëtare të paqes, kishte drejtuar letër kryetarës së dhomave të specializuara, pra në raport me kërkesën që të lirohen nga paraburgimi, pra që të vinë në Kosovë, pra zoti Recep Selimi, zoti Jakub Krasniqi, zoti Kadri Veseli dhe zoti Hashim Taqi. Madje, unë edhe gjatë kohës sa kam qenë ministre e drejtësisë, unë i kanë vizituar, domethënë në Haag, për të marrë përshtypjet e tyre, si më thënë, brengat apo sfidat në cilat ata kalojnë. Dhe ne e kemi marrë një letër, por unë nuk mund, si më thënë, të flasë për letërën, duke qenë që ajo është e klasifikuar, prandaj edhe ne kemi shprehur gatishmërinë tonë që t'japim garancë për që ata do ta respektojnë, si më thënë, vendimin e gjykatës në rast se ata lirohen nga. Ju janë kërkuar garanci shtesë apo kaq mund të thoni sot për sot? Unë nuk mund të flasë më tepër, ajo çfarë unë besoj që është e rëndësishme është që duke qenë që në atë kohë ende nuk kanë përfunduar dëshmit pra dëshmitarëve që janë propozuar nga prokuroria. Tash nuk kemi dëshmitar nga prokuroria. Kanë mbetur edhe 2 apo 3 dëshmitar nga ana e mbrojtjes, që besoj që do ta përmbyllin dëshminë e tyre gjatë këtij muaji, ndoshta në fund të këtij muaji. Nuk ka më asnjë arsye, sepse ata nuk lirohen nga paraburgimi është ndikimi në dëshmitar, pra nuk ka më asnjë arsye që të mbahen në paraburgim. Ka qenë, si më thonë, unë konsideroj që shkelje drejtave njerëzit që të mbahen aq gjatë në paraburgim. Prandaj edhe vlerësojmë që është tetë e rëndësishme që të lëshohen pranë procedurë të rregullt ose të ju zëvendësohet masa e paraburgimit me arrest shtëpiak. Ne garantojmë, kryeministri Kurti ka garantuar që do të kujdeset për respektimin e procedurave përkatëse. Prandaj vlerësojmë që ata sa më parë duhet kthehen në shtëpitë dhe tek familjet e tyre, pra në Republikën e Kosovës. Ju e vlerësoni, por a e besoni që kjo mund të ndodhë kur procesi për të 4 pritet të mbyllet me praverën e 2026-s, pra në kushtet ku jemi dhe për gati 7 apo 8 muaj, siç janë parashikimet, a mund të ndodhë ky lehtësim mase që të 4 të kthehen dhe sa herë të jetë nevojshme të shkojnë për proceset gjyqësore në Haag? Unë mendoj që nuk ka më asnjë arsye, ndonse vlerësoj që është dashur shumë herët kjo të ndodhë, por nuk ka asnjë arsye që të mbahen në paraburgim. Duke qenë sidomos edhe që nuk ka më dëshmitar të prokurorisë që do të dëshmojnë në gjykat, pra ata kanë përfunduar dëshmitë e tyre, nuk do të mund më të ketë ndonjë, si më thon, dyshim që dikush do të ndikojë tek dëshmitarët. Prandaj besoj që është shumë e rëndësishme që të lirohen nga paraburgimi, sepse 5 vite janë bërë që nga koha kur ata janë arrestuar, pra dhe janë dërguar në paraburgim. Prandaj natyrisht ne do të bëjmë përpjekje maksimale që kjo të ndodhë. Fatkeqësisht nuk varet nga ne, sepse në momentin kur
është ndryshuar kushtetuta për ta vendosur gjykatën speciale, na janë lidhur si me dhënduar në kuptim të veprimeve të tjera, pra është komplet e pavarur edhe gjykatën kushtetuese paralele, edhe avokatin e popullit paralel, ne veç kemi përgjegjësinë e buxhetit për ekipet mbrojtëse dhe deri tani Kosova ka paguar diku 33 milion, gati 34 milion euro për mbrojtjen apo për ekipet e tyre mbrojtëse. Prandaj gjithçka që varet nga ne do ta bëjmë. Prandaj akuzat e opozitës kanë qenë të padrejta, kanë qenë të pabaza, sepse ne as nuk e kemi votuar gjykatën speciale, janë ata që e kanë votuar dhe asnjëherë nuk kanë kërkuar falje. Të paktën le të kërkojnë falje publike për dëmin që ja kanë bërë vendit dhe pastaj do të mirëkuptoheshin edhe shqetësimet e tyre të ngritura. Po citoj një paragraf nga mesazhi i dieshëm i Albin Kurtit, kur shkruante se nuk ka as arsye ligjore as morale që të mbahen edhe më tej të katërt në paraburgim, kështu ka menduar që ditën e parë kemi punuar gjatë dhe me përkushtim për këtë çështje në heshtje, sepse shpesh punët e mira bëhen pa zhurmë, por ndonjëherë puna që nuk shihet nuk dihet. Pse keni preferuar të punoni në heshtje dhe pa zhurmë për këtë çështje? Aq më tepër juve më përmendët dhe debati mes opozitës për akuza për neglizhim që nuk jeni marrë me ish komandante e UÇK-s kanë qenë të shumta në këto vite. Pse keni zgjedhur të punoni në heshtje? Ne e kemi parë që ka pasur akuza shpifje të padrejta kundrejt nesh në raport me gjykatën speciale apo në raport me veprimet të gjykatës speciale, por kemi vlerësuar që ndoshta përpjekja në heshtje, ashtu siç ka bërë zoti Kurti, ashtu siç kemi bërë si Ministri e Drejtësisë në takimet që kemi pasur, në vizitat që i kemi bërë, ndoshta do të mund të kontribonte më shumë që ata t'i kemi pra në Republikën e Kosovës, tek shtëpi, tek familjet e tyre, tek populli i Kosovës. Pra nuk kemi dashur që ta bëjmë këtë me pompozitet dhe të thot dikush që po e bëjmë vetëm sa për të thënë për shkak të opinionit publik, por dje ka qenë 5 vjetori, është shumë gjatë që dikush mbahet në paraburgim, është shkelje të drejtave të njeriut, pra edhe me konventat ndërkombëtare. Prandaj edhe ne vendosëm që dje ta bëjmë publike këtë, edhe duke qenë që tashmë për një mend nuk ka asnjë arsye prokuroria, ndonse po them edhe një herë që nuk ka pasur arsye që të mbahen në paraburgim, por megjithatë tashmë nuk mund të justifikohet që edhe qoftë edhe një ditë të vetme të mbahen paraburgim, sidomos kur nuk ka dëshmitar të prokurorisë. Zonja Xhiu, në minutat e fundit nuk mund të rritë të patpyetur për reagimin e sotëm të Albin Kurtit për Izet Mexhitin dhe fituesin tjetër zotin Bilali, pra dy fituesit e zgjedhjeve lokale në Çajir dhe në Tetov, përveç urimit, bashkëpunimit, vlerësimit për qeverisjen e Vlenit, vetëvendosja a kishte kontribut në këto zgjedhje lokale në Maqedoninë e Veriut? Unë për shkak të aktiviteteve në teren s'kam pasur mundësi që ta shoh këtë, por megjithatë ne gjithmonë kemi vlerësuar që partitë politike që punojnë për interesat e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut duhet ta kenë mbështetjen tonë. Prandaj edhe ne me aq sa kemi mundësi, jo kështu, nuk kemi pas ndonjë organizim si vetëvendosje që të ndihmojmë, por megjithatë vlerësojmë fitoret, vlerësojmë suksesin që kanë pasur dhe i thrasim që të punojnë me dinjitet për interesat e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.